sot po para jush për shqyrtim dhe aprovim njërën ndër shtyllat kryesore të reformës në sistemin e drejtësisë, projekt ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ky ligj e jep një mesazh të qartë. Mandati publik nuk është mundësi për pasurim personal, por është përgjegjësi që duhet kryer bazuar në dispozitat dhe obligimet ligjore. Në anën tjetër, për qytetarët, kjo nismë dhe ky ligj do thonë më shumë barazi, pastaj drejtësi dhe gjithashtu më shumë besim në institucionet shtetërore. Edhe pse i miratuar disa herë, herën e fundit i miratuar në kuvent më 5 dhjetor 2024, projekt ligjin duhet ta paraqesim sërish për miratim edhe sot, si pasojë e aktgjykimit të fundit gjykatës kushtetuese të datës 9 janar 2026, e cila kësaj here vonoi pra mori mbi 12 muaj kohë për shqyrtim dhe vendim. Ky ligj ka një objektiv të qartë, të krijojë një mekanizëm funksional dhe kushtetues për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme të zyrtarëve publik. Struktura e ligjit bazohet në disa shtylla kryesore: themelimi një institucioni të pavarur me mandat qartë, përcaktimi kritereve të rrepta për udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e tij, procedurë detajuare verifikimit me afate të qarta, prag minimal për mospërputhjen financiare dhe garanci të plota procedurale për palën, përfshirë të drejtën për mbrojtje, përfaqësim dhe ankesë. Qëllimi i ligjit është i dyfisht. Së pari të forcoj llogaridhënien e zyrtarëve publik, duke bërë të qartë se pasuria duhet jetë në përputhje me të ardhurat e ligjshme, dhe së dyti të ruaj standardet kushtetuese dhe të drejtat themelore, duke siguruar që çdo ndërhyrje në pronë të bëhet vetëm me vendim gjyqësor dhe mbi bazë prove. Prandaj të nderuar kolegë, ju ftoj që ta votoni këtë kërkesë. Faleminderit. Faleminderit zëvendës kryeministre Gërvalla. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.